Edhe Hamasi ka thënë që jo autoriteti palestinez, dhe Hamasi ka menduar kush që ne nuk i dorëzojmë armët, pra merreni qeverisjen, po ne armët nuk i dorëzojmë. Dhe kjo mund të vazhdojë. Pra Hamasi mund të mbajë armët, të ekzistojë si organizatë, mos jetë pjesë e qeverisjes, dhe qeverisja të jetë e tillë. Po ne do vazhdojmë mbështesjen. Pra unë mendoj që në këtë aspekt do shkoj. Në këtë, okay. Dritan, ndërkohë një deklaratë vjen sërish në kohën që në OKB ndodhin këto zhvillime. Donald Trump, ndryshe nga ambasadori Huckabee që tha ne SBA-ja do ta mbështes, le të themi, aneksimin e asaj që quhet West Bank. Donald Trump doli dhe deklaroi hapur që nuk do ta lejojë që Izraeli ta aneksojë West Bankun. Pra, pse ky reagim? Sepse duhet të risjellin vëmendje që vendet europiane eskaluan, le të themi, qëndrimin e tyre në momentin kur parlamenti izraelit, le të themi, votoi për rezolutën e aneksimit të asaj që quhet West Bank. Ndërkohë, kemi këtë reagim të Donald Trump. Si e vlerëson? Çfarë po ndodh? Pse po tërhiqen Shtetet e Bashkuara? Ka një tërhiqje të Shtetit Bashkuara. Deklarata e Donald Trump është një deklaratë e përgjithshme, pra ne nuk do ta lejojmë. Kjo nuk do thotë që ata nuk do të aneksojnë një pjesë të mirë të West Banku, të bregut perëndimor, të cilët edhe kanë filluar të aneksojnë. Pra, në rast se do të kishim një deklaratë decisive të Shtetit Bashkuar, do të thoshte që ne do ta ndalim. Pra, ajo që është ne do ta ndalim një herë aneksimin. Aneksimi u bëhet ditë mbi ditë. Edhe dje kur kjo deklaratë ka dalë, izraelitët kanë sulmuar një fshat në bregun perëndimor dhe kanë përzënë gjysmën e fshatit. Pra po vazhdon për çdo ditë aneksimi. Kjo nuk do thotë që këta, dhe nesër çfarë do thotë Donald Trumpi, kur këta të marrin gjysmën e kësaj, pra të marrin shumicën atë që këta kanë pretenduar të marrin, sepse pavarësisht asaj deklaratës në parlamentin që ata kanë miratuar, rezolutës në parlamentin izraelit që juve sapo thatë. Ajo rezolutë parasheh që do ndërtohet në bregun, nuk shef aneksimin e gjithë bregut perëndimor. Ajo ka përcaktuar zonat të cilat do të aneksohen dhe ndërtimin e 37 enklavave. Pra nuk aneksohet gjithë bregu perëndimor. E qartë. Edhe tek rezoluta. Po edhe tek rezoluta. Dhe këtë do ta lëj, sepse problemi i rezolutave është se kur mediat e marrin rezolutën, marrin vetëm kokën e rezolutës. Pra nuk hyn në detaje. Djalli qëndron në detaje. Pra është një shprehje thotë djalli qëndron në detaje, dhe tek këto detaje qëndron djalli dhe Izraeli. Pra ata pavarësisht se kanë thënë aneksimin e bregut perëndimor, po kanë përcaktuar territoret që i kanë përcaktuar me emra territoret që do të aneksojnë. Dhe do ndërtojnë në to 37 enklava, pra nuk është aneksimi i gjithë bregut perëndimor. Dhe kur të arrijnë këtë aneksim, atëherë Donald Trump thotë ja ne e ndalëm, pra nuk e lejuam ta aneksoj. Pra është tjetër, nuk do e lejojmë ta aneksoj, domethënë nuk do e marrësh të gjithën, po do marrësh një pjesë. Është tjetër thuash ne do ndalojmë komplet aneksimin e që të aneksoj, të mos marrë asnjë pjesë nga territori i bregut perëndimor. Pra deklarata e Trumpit është deklaratë përgjithësuese, është mënyra se si flasin sot të gjithë taullëheqësit botëror, dhe është deklarata mashtruese në nivelin e mashtrimit. Dhe siç e dëgjove ti, e kanë dëgjuar edhe shumë tjerë thonë, ja shef Donald, po kjo nuk do të thotë, pra kjo do ta lejoj, kjo do marrë gjysmën, dhe nëse thotë, unë e ndala se do merrte të gjithën. Ndërkohë që nuk po e ndal. Pra po jep atë që ata do marrin. Nuk konsiderohet një kthes, le të themi, një tërheqje e SBA-s. Nuk është kthes e SBA-s, pikërisht presionit që po i vjen. Është deklaratë mashtruese, nuk është kthes e SBA-s, por është vazhdimsi e qëndrimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pati në një reagim nga Shteti Bashkuar të Amerikës kur Izraeli miratoi këtë rezolutën për aneksimin e këtyre territoreve? Jo. Pati vetëm ambasadori që tha që ne mbështesim, po pikërisht pra ata do të vazhdojnë të mbështesin këto enklava derisa kur të arrijnë këto, kur të arrijnë atë territor që ata kanë përcaktuar në këtë rezolutë të miratuar për tyre të parlamentit izraelit, në atë moment edhe Donald Trump thotë unë e ndala. Do dalë thotë unë e ndala, ndërkohë që nuk ka ndalur asgjë. Pra ky është mashtrimi me fjalori i këtyre politikanëve që bëjnë sot, flasin deklarata përgjithësuese dhe askush nuk hyn edhe të shofi detajet. E qartë. Ndërkohë, Dritan, kalojmë pak edhe tek takimi që Donald Trump pati me presidentin Erdogan. Do doja shumë një mendim për sa i përket, duhet kemi edhe fotot takimit se janë shumë interesante, mund t'i kalojmë. Po ta shikojmë, domethënë, presidenti Erdogan është ndryshe nga të gjithë presidentët e tjerë për sa i përket mënyrës se si qëndron. Këtu kemi është ajo foto tjetër ku Trump le të themi i merr karriken Erdoganit. Regjia duhet ta kemë edhe atë foton aty. Domthonë para këtij momenti është Trumpi që i ka tërhequr karriken që tulesh Erdogani, gjatë gjithë kohës që drimet e veta
Donald Trump është shumë i dashur me presidentin Erdogan, ndërkohë do doja dija përveç këtij qëndrimi, sepse deklaroi se ky është njeriu që ka çliruar, le të themi, edhe Sirin, por do doja dija si e vlerësove këtë fillimisht si takim, pastaj dalim tek marrëveshja. Është era e parë pas 6 viteve që Erdoani shkon në Shtëpinë e Bardhë, pra ka 6 vite që nuk shkon në Shtëpinë e Bardhë. Që në 2019. Që në 2019 dhe nuk shkon më. Ka ish ambasadori amerikan në Siri në vitet 2004-2005, më pas. Ai ka bërë një libër dhe James Jeffrey. Ja ku është, drita më fal, dalim te James Jeffrey. Ja ku është të njëjtën lëvizje ka bërë dhe me Netanyahun për ta sjellë kujdes. Ka bërë një shkrim në vitin 2021-2022, diçka e tillë. Edhe ai shkruan atë shkrim, një shkrim të gjatë, përcakton thotë kur flitej gjithnjë për Sirinë në Shtëpinë e Bardhë, kohë që Donald Trumpi ishte president. Më falni, thotë kur e nisme në kohën kur ishte Obama president, thotë Obama nuk dinte se ç'të bënte me Sirinë. Dhe ja kaloi gjithë atë CENTCOM-it, pra komandës qendrore e cila ndodhet në Katar, dhe na e kaloi edhe neve si ambasadë. Pra neve merreshim me çështjen e Sirisë, dhe ai pranonte çfarë i thoshim. Kurse me Donald Trump, thoshte, gjithë energjinë duhet edhe CENTCOM-i, edhe unë thoshte si person që mbuloja Sirinë atë kohë, por duhet t'i mbushni mendjen Donald Trumpit se pse duhet qëndroni në Siri, sepse Donald Trumpi në çdo gjë që na thrisë na thoshte, më ka thënë Erdoani që duke qenë se edhe ne jemi antar të NATO-s nuk ka nevojë pse trupat tuaja të jenë në Siri, na e lini neve Sirin dorë. Se është njësoj si t'jeni juve. Këtu jemi në 2016-2020, interesant. Dhe gjatë gjithë kohës, thot ai në këtë shkrimin e tij, Donald Trumpi mbështeste mbi ato që Erdoani i thoshte, pra, dhe neve do të kalonim 70% të kohës, thoshte, të energjisë e harxhonin për t'i mbushur mendjen Donald Trumpit përse neve duhet të ishim në Siri dhe t'i mbushnin mendjen pse nuk qëndronin ato që thoshte Erdoani. Pra gjatë gjithë kohës ai kishte vetëm ato që thoshte, na thoshte dhe na e thoshte haptazi. Erdoani më ka thënë kështu, Erdoani më ka thënë kështu. Pra marrëdhënia e tij me Erdoanin është në këtë nivel. Erdoani ka si duket një fuqi suggestionuese ndaj tij dhe bindse ndaj tij në këtë aspekt. Dhe është i dyti lider pas Netanyahut që Trump dakor, po them, prandaj ju solla në dieni edhe këtë shkrim të atij që thotë imagjin, pra kjo ishte ai na pra Donald Trumpi u thoshte CENTCOM-it dhe ambasadorët që Erdoani më thotë kështu, pse mos ta bëjmë si thotë Erdoani. Erdoani më thotë kështu, pse mos ta bëjmë si Erdoani. Kemi qenë në komunikim edhe në kohën kur unë tha, domethënë mu vodhën zgjedhjet. Kemi qenë gjatë gjithë kohës në komunikim. Po, edhe Erdoani e ka thënë dikur më parë që ka vazhdon të mbajë kontakte me Donald Trumpin. Edhe gjatë kohës që ka qenë, pra s'ka qenë president. Edhe në atë 4 vjeçar që s'ka qenë president. Po këtu pra në marrëdhëniet e tyre të ngrohta, që po e shihni këtu nuk ka ndonjë ndryshim ato që kanë qenë, pra nuk është diçka e re ose diçka e veçantë. Ndikimi i Erdoganit ka qenë gjithnjë te Trumpi në këtë aspekt. Siç e doja shpjegova. Është personale drita? Është personale me midis Erdoganit dhe Donald Trumpit, po tashmë është tonë të tjera dhe aktualisht vazhdojmë të jemi po në të njëjtën kërkesë. Pra siç i thoshte atëherë që Siria të jetë nën kontrollin ton, e njëjta gjë është edhe tashti. Duke vënë parasysh këto që marrëveshjet, pak a shumë ato, nuk mund të them marrëveshje, po deri diku diçka që u morëvesh parimisht për të bërë. Pra Erdoani po kërkon totalisht që forcat kurde, pra FSD-ja që është atje, ti bashkangjitet ushtrisë kurde, pra dhe ushtrisë irakene, dhe të jetë totalisht nën kontrollin e Ahmed Sharat. Forcat kurde që janë nën kontrollin e amerikanëve, po. Dhe amerikanët, pra Donald Trumpi ka premtuar që okay, deri në fund këtij viti do ta bëjmë të mundur. Pra kjo do të thotë që gjithë ky territori që kontrollohet nga kurdë të kalojë nesër në kontrollin e turqëve, sepse ushtria siriane e sotme është e gjitha në kontrollin e Turqisë. Po. Dhe kjo do ishte fitore historike. Pra vimte ajo që sapo përmenda që thoshte gjini që na e lini neve Sirin se merremi neve, jo s'keni pse jeni, thonë aty prezant. Pra Erdoani ka vazhduar të mbajë këtë qendrim dhe ka pasur të njëjtin efekt te Trumpi, efekt cilin Trumpi tashmë thotë që deri fund muajit, deri fund vitit do mundohemi ta bëjmë të mundur këtë. Po. Pra ti detyroi kurdët që të pranojnë udhëheqësinë e re siriane, të futen në ushtrinë e tyre dhe gjithçka të kalojnë në kontrollin e turqëve. Dhe kjo heq turqëve një problem të madh. Po kemi një problem tjetër. Në momentin që i heq të turqëve një problem të madh, mbyll edhe atë interesin e Izraelit për të bërë një korridor i cili shkon nëpërmjet Al Suedës dhe nga Al Sueda në cilët kanë hyrë të dalin në territorin korridori Davidit dhe të përfundojnë në Irak.
Dhe pse duan të përfundojnë në Irak? Duan të përfundojnë në Irak sepse duan të marrin nën kontroll në Irak një gazsjellës dhe naftsjellës i cili është ndërtuar dhe është në përfundim nga Iraku verior në drejtim të Turqisë, ka mbaruar, po është pothuajse në mbarim, vitin që vjen duhet hyrë në funksionim ky gazsjellës deri në një port në një port të Turqisë. Dhe në rast se izraelitët bëjnë këtë korridor, atëherë këta e ndërpresin këtë korridorin e këtij gazsjellësi. E qartë. Dhe ky gazsjellës është ndërtuar me miratimin e amerikanëve. Dhe do hyjnë në funksionim me miratimin e amerikanëve, sepse në këtë gazsjellë përfitojnë kompanitë, sepse një nga ndërtuesit e kësaj gazsjellë është edhe një kompani amerikane. Po, e qartë. Pra izraelitët duan ta ndërpresin këtë, sepse këtu do japi fuqi ekonomike tjetër Turqisë, rëndësi tjetër ekonomike rajonale. Po me këtë lëvizje po thua bllokohet korridori Davidit. Bllokohet korridori Davidit. Pra me largimin e SFD-s, pra e forcave kurde, me neutralizimin e tyre nuk ka më korridor Davidit, sepse ky territor merr në kontrollin e ushtrisë siriane. Totalisht, e qeverisë aktuale siriane. E qartë. Pra bëhet për çështje rajonale, pra për fuqi rajonale. Kush menaxhon për këtë dhe deklarata e Trumpit që Turqia çliroi Sirinë. Po, Turqia është një nga faktorët kryesorë që sollin ata. Është një nga faktorët kryesorë dhe është faktori kryesor edhe në mbështetjen që i dha organizatave terroriste në Siri, po në fund fare është dhe faktori kryesor në negocimin që Rusia të mos përdorte fuqinë e saj ushtarake në momentet e fundit dhe të ndalonte rënien e Bashar al-Assadit. Po. Sepse është Turqia ajo që negocoi, pra kemi deklaratë të Ahmed Asharit, thotë ne negociuam direkt me Turqinë, por nuk ka negociuar direkt. Negocimi është bërë nëpërmjet Turqisë, që forcat ushtarake ruse të mos bombardonin konvojet e Ahmed Sharës, të cilët po lëvizin dhe sepse ushtria siriane po dorëzoi. Dhe normalisht rusët kur panë që sirianët po dorëzoheshin, nuk kishin pse luftonin për sirianët, kur sirianët nuk luftojnë vetë për veten e tyre. Dritan, dalim edhe tek marrëveshja më pas për ta diskutuar, po kjo pjesa që Erdogan i ka kërkuar gjithmonë Trump, nuk ka nevojë të jeni ju jemi ne këtu. A e vendos kjo Turqinë në pozitat le të themi e mbikëqyrësit edhe të interesave amerikane në atë rajon? Jo, interesi amerikan në rajon ka qenë gjithnjë çështja e gazit. Dhe gazit dhe naftës që ndodhen në territoret e kontrolluara nga kurdët. Por aktualisht janë. Aktualisht janë. Me marrjen e kësaj territori nën kontrollin e qeverisë siriane, këto i kalojnë qeverisë siriane. Dhe qeveria siriane tashmë ka bërë një marrëveshje me Katarin, Jordaninë, Egjiptin për kalimin e një gazsjellësi nëpër këto territore. Po. Ndërtimin e një gazsjellësi do të thotë ky gazsjellës të bashkohet me gazsjellësin që po ndërtohet nga territori që vjen nga Iraku, që po mbaron nga Iraku në drejtim Turqisë. Dhe sërish të dalit të lidhet me këtë. Dhe ndërtimi i këtij gazsjellësi nëpër këto territore do të sillte që ky gaz që është dhe kjo naftë të menaxhohej nga qeveria siriane e cila ka nevojë ta menaxhojë këtë për të marrë të ardhurat, sepse të ardhurat të tjera nuk ka kusht t'i japi, pra mund të vetë, dhe sërish të kalojnë në menaxhimin e këtyre firmave amerikane. Pra, amerikanët nesër do vazhdojnë të marrin këto të mira materiale, po pa harxhuar nga vetja. Sot amerikanët po harxhojnë sepse kanë trupa, duhet mbajnë trupa, janë shpenzime ushtarake. Nesër këto shpenzime ushtarake nuk i kanë më dhe kalojnë këtu, këto territori. Pra, është thjesht çështje interesi ekonomik, cilën ti ja lë dikujt tjetër në menaxhim dhe ti merr pjesën që takon edhe pikë. Pra, është thjesht një logjikë ekonomike që Trumpi po ndjek në këtë aspekt për përfitime. Ndërkohë kjo shpjegon edhe pse Ahmed Shara takoi Rubion, edhe pse është gjatë gjithë kohës në një linjë. Absolutisht, sepse edhe ky gazsjellës që do ndërtohet nga Katari janë firma amerikane dhe arabe të cilat do ta ndërtojnë këtë gazsjellës. Prandaj izraelitët po e kundërshtojnë në maksimum këtë gjë dhe izraelitët po duan që forcat kurde që janë këtu të mos dorëzohen, sepse në rast se do mbahen, atëherë në rast se këto qëndrojnë, atëherë ky gazsjellës nuk ndërtohet. Dhe Siria nuk fuqizohet ekonomikisht, sepse në rast se Siria merr në dorë këto burime nafte dhe gazi që janë në këtë territor që kontrollohen nga kurdët, domethënë që kemi një fuqizim të qeverisë siriane dhe izraelitët e kanë një gjë të qartë, që sot ata mund të bëjnë marrëveshje me Ahmed Sharën, po Ahmed Shara në këto vende si Siria është përcaktuar gjithnjë është parë që këto mund të jenë kalimtare. Pra qeveria Ahmed Shara është kalimtare, ai mund të mbajë një pushtet 5 vjet, 10 vjet, por pas 10 vjetësh do dalë një grup tjetër, një tjetër do t'i bëjë një puç ushtarak siç ka ndodhur shpesh në vendet arabe, do ta argëzojë dhe një pushtet sirian i fuqizuar nga ana ekonomike dhe nga ana ushtarake nëpërmjet Turqisë, këto tjera nesër është kërcënim direkt
për Izraelin. Prandaj Izraelit intereson që të mbaj larg kësaj fuqie ekonomike, pra që të mos fuqizohet ekonomikisht, se po fuqizohet ekonomikisht, të fuqizohesh edhe politikisht edhe ushtarakisht dhe kthehesh në kërcënim për. Ndërkohë ka pas një marrëveshje, Dritan, bie në sy për marrëveshja për të blerë avion F-35, apo le themi ajo që të bën përshtypje për ta hequr Turqinë nga sanksionet që u vendosën për shkak se mori S-400-t ruse. Sanksione i them, po them kushte. Si e vlerëson këtë, sepse gjitha mediat izraelite thonë, apo komentatorë, ekspertë thonë që F-35 do të avionët, nëse Turqia do merrte avion F-35, kjo do të zhbënte e përsin luftarake të Izraelit me Turqinë. Është thjesht një tentativë e tyre, unë mendoj që është analizë e gabuar, nuk është bërë në përsin luftarake të Izraelit me Turqinë. F-35 pra Turqia ka qenë në këtë programin e F-35-ave në fillim dhe në programin e F-35-ave që ka qenë prej fillimit, Turqia ka qenë një nga vendet cili do prodhonte pjesë të avionëve F-35. Ka qenë edhe pjesë prodhues. Por në momentin që Turqia mori S-400-ën, doli nga ky program. Dhe edhe parat që kishte paguar ju kthyen mbrapsht. Dhe tashmë Turqia kërkon të rihyrë sërish në këtë program por ka hyrë pjesërisht. Pra, Trumpi ka pranuar që t'i shesi F-35, por nuk i ka dhënë licencën për prodhimin e pjesëve. Në rast se Turqia do merrte prodhimin për licencën për prodhimin e pjesëve, atëherë po mund ta bënte fuqi, sepse ajo mund të ndikonte edhe te Greqia dhe te Izraeli, sepse pjesët kryesore për F-35 do të prodhoheshin në Turqi. Pra Turqia do të kishte dorë pjesët e këtyre avionëve. Dakor, por vetëm marrja e këtyre avionëve nuk e bën të ndryshojë balancën, për arsye se aktualisht hyrja ka një listë gjatë pritje për marrjen e këtyre avionëve dhe në momentin që Turqisi bie të marrë këtë avion, i bie diku nga viti 2040. Deri në vitin 2040 ka ndryshuar edhe balancat politike dhe balancat ekonomike, edhe teknologjia ushtarake, dhe avionët F-35 nuk do të kenë ndonjë aftësi të madhe dhe diçka të madhe për ndryshuar balancat. Sot ajo çfarë ndryshon balancën, pra, dhe çfarë me të vërtetë ndryshon balancën, pavarësisht Izraeli të ecin atë që sa herë që ata thonë diçka, neve duhet të marrim gjithnjë të kundërtën atyre. Po ata e dinë që njerëzit thonë diçka që ti të marrësh gjithnjë atë që të ndjesh frikën se me të vërtetë apo ndjen të kërcënuar. Ata nuk kanë asnjë lloj kërcënimi, pra kur ata thonë që shiko, po mori F-35-ën na prish balancën, jo. Po mbajti S-400-ën i prish balancën. Po mbajti S-400-ën ruse i prish balancën. Po absolutisht, sepse S-400-a sepse shiko, balancën ajrore nuk ta prish një avion, 10 avion, 20 avion. Ta prish mbrojtja kundërajrore. Pra, në rast se Izraeli sot Izraeli ka F-35, ka F-15, do marrë 50 F-15 të tjerë të modernizuar dhe kjo e rrit. Ti sa do lloj, ti edhe po ti ngresh ta 200 avion dhe ti çosh drejt Turqisë. Turqia edhe po ti ketë F-35 të ngriti, okay. Do të ketë një përballje ajrore me ta. Nuk është do të zhëm. Ajo çfarë ty ata prish ballancën, është mbrojtja kundërajrore. S-400 F-35 e detekton. E kap dhe mëron dhe për këtë arsye turqit nuk e kanë vënë asnjëherë në funksionim S-400-ën. Dhe sot ka një marrëveshje, janë bisedime që 3 javë midis Amerikës, Turqisë dhe Rusisë, që Turqia të marrë F-35-at. Turqia duhet t'ia rishesi S-400-ën Turqisë. Rusisë. Po, Rusisë. Pra Turqia duhet t'ia rishesi të Rusisë. Rusia ka kërkuar që t'ia riblej S-400-ën, sepse është i papërdorur. Dhe këtë S-400-ën do ja shesi Indis. Ja ka kërkuar India. Këto që do i marrë Turqisë, Rusia do ja shesi Indis. Do ja shesi Indis. Dhe luftën me Pakistanin që dhe Turqia ka kërkuar që okay, unë e shes S-400-ën, pra edhe Trumpi kanë që hiqeni S-400-ën, do ja jap Rusisë, po me kusht që e para njëra kërkesë është F-35, e cila është bërë publike, kurse kërkesa tjetër e cila nuk është bërë publike është të marrë sistemin Patriot, dhe sistemi Patriot kërkon të marrë diku të rreth 6 deri 8 sisteme, pra diku mbi 12 ose 16 bateri. Dhe për këtë arsye janë alarmuar grekët, por për këtë arsye janë alarmuar edhe izraelitët, sepse marrja e sistemit Patriot dhe vendosja e sistemit Patriot në gjithë pjesën e kufirit të Turqisë, që është përballë detit e Gje, pra që mbulon Greqinë edhe sulmin nga mund vi nga Izraeli, kjo shkakton probleme Izraelit, sepse nesër Izraeli nuk mund të ndërmarrë asnjë lloj sulmi, asnjë lloj gjëje, asnjë lloj veprimtarie ushtarake në afërsitë të territorit turk, sepse për çfarë do gjë do të bënte me një sistem amerikan Patriot, dhe çfarë do lloj goditje për të bërë ndaj këtij sistemi, do të dëmtonte edhe personel amerikan, sepse për disa vite ky sistem duhet të menaxhohet nga amerikanët derisa turqit të prodhojnë njerëz të tyre, pra diku të rreth të paktën një 5 vjeçar ti e ke detyruar të mbash instruktor dhe njerëz ta menaxhojnë atë. Dhe kjo i heq nesër totalisht mundësinë Izraelit për të operuar në afërsi
të territorit turk ose për të operuar edhe brenda territorit turk në rast se duan. Pra vendosja e këtyre sistemeve patriot, sepse këto sisteme patriot nesër Turqia mund t'i zhvendosi edhe në Siri ku ka forcat e saj, pra bën një marrëveshje me qeverinë e re siriane për të vendosur ta zëm në Idlib forcat turke ose për të marrë një bazë ushtarake turke siç ka dashur të marrë, Palmirën, dhe atje thot do vendos një sistem patriot për të ruajtur forcat e mia. Dhe këtë sistem patriot nuk e sulmon dot më Izraeli, sepse është një sistem amerikan, pra nuk mund të sulmoj një armatim amerikan. Pra ky është problemi që ngrihet. Pra nuk është F-35, është mbrojtja kundërajrore problemi dhe jo avioni. Se 10-15 avion, 20 avion që do të marrë Turqia nuk ndryshojnë asnjë balancë. Po me Greqinë, Dritan, se më bëri përshtypje, Greqia dhe Izraeli janë më të shqetësuar. Janë më të shqetësuar, se edhe Greqia, sepse edhe Greqia nesër ky sistemi patriot ka një problem. Në Greqi sot ka sistem patriot. Po ky sistemi patriot që ka Greqia menaxhohet dhe kontrollohet totalisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse është në bazat amerikane për ruajtjen e bazave amerikane. Pra nuk është sistem që ka. Nuk është i Greqisë. Kurse Turqia do marrë një sistem të sajnë komplet totalisht, pra e menaxhon ajo vetë. Dhe komplet deti e gje nesër është nën kontrollin totalisht, pra çdo lloj fluturimi, çdo lloj veprimtarie ushtarake nesër e forcave greke në këtë territor është nën menaxhimin, nën monitorimin dhe nën mbulimin totalisht të këtij sistemi kundërajror të menaxhuar nga Turqia. E qartë. Pra Dritan, po ndërkohë Turqia po merr dhe Eurofighter, 40 Eurofighter po merr, domethënë po sa vjen edhe fuqizohet. Turqia e ka bërë marrëveshjen për Eurofighter, nuk është se e ka bërë sot, e ka bërë me kohë. Problemi i Eurofighter është se a do të prodhohen këta avion që Turqia t'i marrë, për arsye se ka ndalur prodhimi i këtyre Eurofighterëve, sepse ka një mosmarrëveshje midis vendeve që prodhojnë atë pra. Ka një mosmarrëveshje midis Francës, Spanjës, Gjermanisë dhe Italisë. Për çështje të licencës, për çështje të posedimit licencës edhe të disa pajisjeve tjera. Dhe kjo ka ndalur dhe ka rrezik që ky Eurofighteri të mos mund të shkojë drejt prodhimit dhe Turqia të mos mundi marrë dot këta Eurofighter. Pra ashtu siç ka bërë. Pra e para nuk i merr dot fare për punë 5 viteve si ka llogaritur, sepse nuk prodhohen dot 40 për 5 vite, por mund mos edhe t'i marrë fare sepse ka ndalur për momentin e prodhimit dhe palët nuk po bien dakord. Pra prodhuesit nuk po bien dakord me njëri tjetrin për çështjet pronësisë, dhe derisa ata të merren vesh për çështjet pronësisë, çdo lloj shitje nuk ka asnjë lloj ecje. Po flitet edhe për një marrëveshje bërthamore Dritan, unë fakt e gjeta në Twitter të Osint Defender, duhet ta kem foton aty regjia, nuk e kam parë të jemi sinqert. Po e kam parë në vend tjetër, po flit për një marrëveshje bërthamore të Trump me Erdogan, sepse nuk është një marrëveshje bërthamore, ta themi është një bisedim në parim ku Rusia do t'i Amerika do t'i japi disa turbina, pra nuk quhen centrale, po quhen turbina bërthamore. Turbina bërthamore të cilat janë të lëvizshme dhe mund të vendosen në vende të ndryshme, pra disa turbina bërthamore për të prodhuar energji elektrike në mënyrë që Turqia të heqi dorë nga centralet bërthamore që ka bërë marrëveshje për të ndërtuar me Rusinë. Është foto e fundit regjia. Aktualisht Turqia ka një marrëveshje me Turqinë për ndërtimin e 2 centraleve bërthamore, njëri prej tyre është në mbarim e sipër, pra vitin që vjen duhet të fillojë nga prodhimi i energjisë elektrike me kapacitete të vogla, kurse tjetra duhet të fillojë ndërtimi i saj në vitin 2027. I centrali tjetër. Janë centrale shumë të mëdha dhe shumë të fuqishme. Kjo është marrëveshje me Rusinë, me që kemi diskutuar bashkë. Ky centrali bërthamor që mbaron vitin që vjen dhe hyn në funksionim vitin që vjen, deri në 2030 do të hyjë në fuqi të plotë. Dhe kur hyn në fuqi të plotë të 2030 pothuajse mbulon 40% të nevojave energjetike të Turqisë. Nuk ka lidhje me... Dhe Trump i ka kërkuar që neve ju japim juve këto turbina dhe ju hiqni dorë nga marrëveshja që keni me këtë. Plus i ka kërkuar edhe kanë bërë një marrëveshje, janë disa firma amerikane me një firmë turke dhe me bekimin e shtetit turk për ndërtimin e depozitave të gazit të lëngshëm, pra në mënyrë që Turqia të mos mblejë më gaz nga Rusia, por ta marrë gazin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Katari. Por për marrjen e këtij gazi i lëngshëm që vjen nga Amerika dhe nga Katari është në formë tjetër nga gazi që vjen nga Rusia. Dhe kërkon depozita të veçanta, kërkon komplet një ndërtim rrjeti të veçantë, për të cilin tashmë Erdoğani ka bërë një marrëveshje që do të fillojë ta ndërtojë, po derisa të ndërtohet ai rrjet. Derisa të fillojë rrjeti do të paktën 5 deri 10 vite që të përfundojë gjithë ky kapacitet ndërtimi. Dhe për këto vite do vazhdoj të marrë gazin nga Rusia dhe edhe Trump e deklaroi që gradualisht do fillojmë
do fillojë Turqia ndërprerjen e marrjes së gazit, pra gradualisht. Parashikohet që pas 2 viteve të hyjnë në funksionim depozitat e para dhe aq sa ato kanë kapacitet, pra atë kapacitet që zëvendësojnë ata do zbritet nga kapaciteti i gazit që merr nga Rusia. Domethënë jemi në këtë pikë se e vura re që por është pikë e cila ka një projekcion në 10 vjeçar, pra nuk është që mund të arrihet nesër dhe ndalet dhe se nuk ka kapacitete të marrë këtë gaz. Pra dhe ajo kapaciteti i gazit që ka nënshkruar ka marrë për 10 vjet 75 milion metër kub gaz, ndërkohë që këtu vetëm për 2 vjet me 75 milion metër kub gaz nga Rusia. Po është gaz tjetër ky, gaz tjetër ai. Prandaj është për 10 vjet, pra në këtë fazën 10 vjeçare. E qartë, Dritan, ndërkohë me që jemi të kjo akoma tek zhvillimet që po ndodhin në OKB, në avionin Netanyahu, regjia duhet ta kemë atë hartën, domthonë nuk ka bërë disa shmangje për sa i përket le të themi kalimit, domthonë ka shmangur Europën për sa i përket lëvizjes që ka bërë. Si e lexon këtë, sepse ja ku është kjo është pak a shumë ajo itinerari që ka ndjekur, ndërkohë që normalisht nuk ka qenë zakonisht ky itinerar, pse kjo zhvendosje le të themi? Po për shkak të vendeve të cilat e njohën Palestinën, autoriteti i aviacionit izraelit me direktivat qarta nga qeveria izraelite nuk ka dashur që të bëjë kërkesë për fluturim me hapësirën ajrore të këtyre vendeve sepse mund të ishte refuzuar. Dhe refuzimi do të merrte pasaj si një goditje diplomatike për qeverinë izraelite për të shmangur këtë goditje diplomatike para kësaj mbledhje të OKB-s, atëherë ata kanë llogaritur që më mirë të mos marrim leje, pra të shmangim marrje dhe të fluturojmë një itinerar më të gjatë sesa të krijojmë një goditje diplomatike përpara kësaj mbledhje të OKB-s, e cila mund të vinte, për shembull Spanja mund ta kundërshtonte dhënien e lejes dhe kjo do bëhej publike dhe imagjinoni pra se si mund të dilte Netanyahu në një mbledhje të OKB-s, të Asamblesë Përgjithshme, ndërkohë që një vend evropian qoftë nuk i kishte lejuar atij fluturimin mbi hapësirën ajrore. Pra është një goditje diplomatike dhe politike. Për të prandaj ka vendosur ta shmangë këtë, të zgjedhë një alternativë tjetër fluturimi. Mbi Italinë dhe Greqinë ka ndaluar, mbi Italinë dhe Greqinë. Meloni çuditërisht pas protestave sikur është tërhequr nga pozicioni i ngurtë i saj për sa i përket asaj që po nuk ka ndonjë ndryshim. Pra nuk ka ndryshim. Kjo tregon qartësisht, pra duhet kemi një parasysh. Në deklarata, pra deklaratat janë, siç e kam thënë, deklarata duhet i marrin për çështje të shfryrjes të asaj që ndodh. Fakti që pas atyre deklaratave Netanyahu kalon mbi hapësirën territoriale të Italisë, do të thonë që gjithçka vazhdon normalisht, deklaratat janë thjesht për konsumim politik. Thjesht për të shfryrë. Ndërkohë, Dritan, sa vjen edhe le të themi situata midis Ukrainës edhe Rusisë, sa vjen edhe bëhet më intensive për sa i përket njoftimeve që na vijnë, por gjithsesi ne do mbetemi sërish tek deklaratat në OKB. Donald Trump ka deklaruar pas shumë kohësh që Ukraina, që është informuar nga këshilltarët e tij dhe beson se Rusia po vuan pasoja ekonomike për shkak të luftës dhe Ukraina ka mundësi aktualisht që të rimarrë territoret e pushtuara. Pra, dy janë, le të themi, ngjarjet e mëdha që ndodhen, ishte njohja e Palestinës dhe kjo deklaratë e Donald Trump që është konsideruar si një kthes spektakolare për sa i përket në nivel deklaratash jemi, se s'kemi vendime aktuale, për sa i përket qëndrimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një sinjal që për herë të parë kemi Donald Trump i cili pretendon se Ukraina jo vetëm mund t'i rimarrë, po mund të shkojë edhe më tej. Si e lexon këtë? Unë nuk shoh ndonjë ndryshim qëndrimi të Shtetit të Amerikës, pra të Trumpit, përkatësisht vetëm të Trumpit. Në ato qëndrimet që ka pasur deri tash, këtë e shoh si një deklaratë sarkastike të Trumpit, i cili ka shfrytzuar këto deklaratat e këtyre këshilltarëve të tij neokonservator dhe anti-rus të disa generalëve të cilët për mendimin tim nuk e kanë idenë e luftës që po zhvillohet në Ukrainë, midis Rusisë dhe Ukrainës, kanë haberin asaj gjëje. Pavarësisht se kanë qenë general, janë totalisht pa aft në këtë aspekt, dhe Trumpi ka shfrytzuar këtë për të thënë që okej, shumë mirë. Po fitoni, sepse deklarata ishte që Ukraina po fiton, atëherë s'keni më nevojë për mua. Pra atë që ka bërë që ne tashmë Evropa mund t'ia dalë se ju po fitoni. Pra në moment që ti po fiton, s'ke më nevojë për mua. Dhe ka shfrytzuar këtë për të bërë shkëputjen totale nga Ukraina.
Pra tashmë është problem vetëm i Evropës, ju ndihmon Evropa, NATO, ne do japim armatim këtyre, këta le të bëjnë çfarë duan me armatimin, por ne nuk marrim më pjesë në këtë. Pra e ka shfrytzuar absolutisht, ka nxjerr veten jashtë duke shfrytzuar këto deklarata idiote të këtyre këshilltarëve që dalin dhe thonë këtyre generalëve që dalin thonë që mund të fitojë. Ajo që do bëjmë ne do vazhdojmë të shesim armë NATO-s dhe NATO e di vetë. Po pra, ne di vetë se ç'bën me to. Pra ne jemi jashtë. Pra e ka shfrytzuar këtë gjë për të nxjerrë veten jashtë total. Absolutisht. Këta kanë nuk është një mbështetje për Zelenskin, nuk është mbështetje për Ukrainën. Nuk është mbështetje për Ukrainën as për Zelenskin. Është definitivisht shkëputje nga Ukraina. Sepse në moment që ti thua unë po fitoj, apo fiton, atëherë ti s'ke nevojë për mua. I kanë shumë rregull. Unë po armatimin po ja jap atij, ai të bëj çfarë doj me armatimin. Unë dua lekët, mbaroj këtë punë. Pra ju s'keni më nevojë për mua, se juve po fitoni. Dhe fakti që thotë, dhe pse bën sarkastike, sepse kur thotë që ju vetëm që mund merrni kufit që kishit, po ju mund shkoni edhe në Rusi. A ka njeri që i ka dy parë mend kokë, që nuk e kupton që hyrja në Rusi në këtë mënyrë, pra në këtë forcë do të çonte një luftë të tretë botërore dhe në përdorimin e armëve bërthamore, sepse Rusia ka në doktrinën e saj që përdorimi në armë bërthamore ka vetëm në rast se sulmohet territori rus. Pra këtu është e gjitha. Dhe ju mendoni se Trumpi do të shkonte drejt një lufte të tretë bërthamore? Asnjëherë, ai ka munduar në çdo moment të shmangë kësaj. Pra deklaratat e tij janë duke shfrytzuar këto deklaratat këtyre të Ukrainës dhe të generalëve të tij, që po dalin dhe të këshillarëve të tij që dalin dhe flasin pa dogan, ai po bën shkëputjen totalisht nga Ukraina. Pra ju mund fitoni, jeni duke fituar, vazhdoni, pra s'keni nevojë për mua. Është shumë e thjeshtë. Është një kurs për Zelenskin dhe Evropën, kurs të cilin e ndërtuan vetë dhe ran vetë. Pra menduan se do të fusin Trumpin, por Trumpi e shfrytëzoi mjeshtërisht këtë kurs. Në moment që ti thua Trumpit që ne jemi duke fituar dhe ne kemi mundësi të fitojmë, bravo, vazhdoni, s'keni më nevojë për mua. Madje mund shkoni. Po, ju mund shkoni edhe më tutje. Pra kjo është sarkastike në maksimum. Absolutisht që është sarkazëm. Pavarësisht se sarkazma përdoret nga njerëz të cilët kanë thellësi intelektuale, Trumpi nuk është nga ata që ka thellësi intelektuale, po duke qenë se është narcis, narcisët kanë përqindje të sarkazmit në sjelljen e tyre. E qartë. Ndërkohë, dritan sa vinë dhe intensifikohen dhe po lexohet që një përpjekje le të themi e europianëve për ta futur Trumpin në betejë me këto le të themi dronët në Poloni, me dronët në Danimark. Pra kemi një rritje të retorikës ku edhe Trump në deklaratën e tij tha që NATO duhet dhe mbështes NATO-n nëse do të rrëzojë nesër një avion rus, nëse ai shkel hapësirën ajrore të vendeve të NATO-s. Pra, sa vjen ndërkohë nga ana e Rusisë kemi përgjigjen që thotë që nëse kjo ndodh, atëherë jemi drejt për drejt në luftë. Pra, çfarë po ndodh tani më? Nuk po ndodh asgjë. Edhe këtu kemi një lojë retorike të bërë. Pra Trumpi e ka përcaktuar qartësisht. Pra, ajo që Trumpi tha duhet jemi ta shohim në dy aspekte. E para tha që po, ju mund t'i rrëzoni. Pra ju mund të rrëzoni, normalisht unë nuk duhet i rrëzojnë ata që shkelin hapësirën ajrore. Po, por ama është përcaktuar qartësisht që në rast se ju sulmojnë. Në rast se ju sulmojnë. Pra deklarata vazhdon me në rast se avionët rus sulmojnë, NATO në ata të rrëzohen. Është përcaktuar qartësisht dhe prandaj kemi deklaratën në mbrapa të Rubios, i cili thotë që çdo rast do shifet tek e për tek dhe specifikisht. Dhe kemi të njëjtën deklaratë edhe të sekretarit përgjithshëm të NATO-s, thotë që çdo rast do ta shohim më vete. Pra çdo rast do merret i parë më vete.